Ne për tek Allahu xhaleshanuhu çdo ditë udhtojmë. Çdo ditë e ditës e jetës tonë që kalon, ne shkojmë dhe afrohemi për tek Allahu xhaleshanuhu. Për takimin e tij, për takimin e Zotit xhaleshanuhu, pa dyshim shkojmë. Dhe në ditën e tubimit dhe në ditën e gjykimit që të gjithë përpara tij do qëndrojmë. Allahu xhaleshanu tha në Kur'an: "Waqifuhum innahum mas'ulun." Ditën e gjykimit, qëndrojeni ata, qëndrojeni, çdo kush do të ndalet ditën e gjykimit, edhe do të pyetet sepse ata do të japin llogari, thot Allahu xhaleshanu, pra gjithë secili për njerëzve. Në këtë ditë madhe, pasha Allahun gjithë secili do të surprizohet dhe do të befasohet. Yawma tubla sarair, është dita në cilën do të dalin pat fshetat. Subhanallah. Sa veti kemi mendu se kanë qenë njerëz të mirë, dalin tek Allahu xhaleshanu, nuk kanë qenë ashtu. Sa veti kemi mendu se kemi pas miq të ngushtë dhe na kanë dashur mirën, e dalin që nuk kanë qenë ashtu. Sa vete kanë mendu veten se janë mashallah, do të jenë gradat më të larta në xhenetet e begatat Allahu xhaleshanu, e kur dalin para Zotit xhaleshanu do surprizohen edhe kjo, cilat nuk i kishin konsideruar, qoftë në hakun e Allahut, qoftë në hakun e njerëzve. Yawma tubla sarair, ditën që shpalosen edhe dalin pat fshetat, aty do të shikojë gjithë secili, do të surprizohet, subhanallah.